Zobilbili i Sabahut, dal për vjen behari, kong të zemrës dhe të lapsit, kur ja theke Shaban Boksi. Kanë kalu shumë pranvera, qiftelimaj me dy tela, ting dhe Shqip në dorë të bacës, bashkë me zonën e Shaban Boksit. Unë vetëm dy strofa i recitova në hymje të këti emisionit tonë, shikus të ndërum për shëndetje, kudo që jeni, kudo që për në ndishni. Jeni me emisionin tonë Vlerat e Folklorit nga Oda e DTV Media. Sot kemi nderin dhe respektin të kemu safer Shaban Boksin në kryje me grupin e ansamblit apo grupit muzikor Qamili i Vogël. Shaban Boksi dhe gjithë ju tjertë mirë se erdhë në emisionin tonë. Mirë se ju gjetëm dhe ju falenderojmë në emër shoqërisë kulturartistike që ne keni bërë një ftesë shumë të mrekullueshme sepse ky emision i juaj është duke u shikuar edhe më larg se sa në Kosovë, sepse folklori ynë gjithherë ka qenë, është edhe do të jetë gjithherë ai që na bashkon këngën edhe historinë e popullit shqiptar. Edhe na ma ngjall kulturën tonë shqiptare, apo na prezanton pikërisht këta grupit, antarët e grupit. Së pari i përshëndes të gjithë adhuruesit e këngës folklorike dhe asaj popullore, kudërqoftë që ndodhen deri në Australinë e largët. Në dy e prezantoj shoqërinë kulturartistike, grupin folklorik, sidomos sot këtu që jemi pranë ekraneve të televizionit, është Hysen Gesaj, i cili merret gjithnjë me gitarën në dorë, edhe kur ne nuk ka pritu as priton, as nuk do të priton. Pastaj e kemi Skender Eminin, i cili gjithherë me qiftelinë e tij në dorë ne bën të mundshme që të dëgjojmë edhe këngë nga ky. Po. Ne pastaj e kemi Nehat Gashin, i cili është shumë një instrumentist i mirë, i shkëlqyeshëm dhe gjithnjë e nderon shoqërinë kulturartistike dhe kur njëherë nuk mungon. Këtu pranë me e kam edhe Hajdin Megjohanin, i cili ekzekuton në qifteli, sharki, prem, do të thotë krejt instrumentet me tela çka janë. Edhe me perde. Edhe me perde dhe pa perde. Edhe kështu që Naser Osmanin e kemi edhe njohemi të gjithë, por unë i kam thonë Naser Osmani po, por tash është me mbjemën tjetër. Hajde helikopter. Është Naser Besia. Naser Besia është nga fshati Besi, është antar i shoqërisë kulturartistike një kohë shumë të gjatë. Kështu që e falenderojmë shumë. Faleminderit për gjithëve djem, faleminderit shumë. Shaban, po fillojmë me tyje për karrierën dhe kontributin tonë në lamin e këngës, të folklorit, popullores dhe gjitha ato. Po na përshkruan pak a shumë për shikues tonë, sepse ky emision dedikohet me krijimtari, me veprimtari dhe me karrierë tonën që lidhet në fund edhe me grupin ansamblit shoqërisë kulturartistike me sta përzina shpesh, po shoqëria kulturartistike Qamili i Vogël. Po njerë do shkojmë me biografinë tonë, fillimi i karrierës tonë, edhe nga vjen, se ka shumë njeri personi që ti njeh me këngë, me skongës e ekranit, por nuk e din mirë prej nga vjen Shabani. Ka rrugtu Shabani, dhe ku ka shku Shabani, dhe ku sot në këtë mosh, që nga rinia. Ju faleminderit shumë për këtë pyetje, kjo është pyetje shumë e qelluar, sepse për një personalitetet e këngës të Metfil Shqipe, ka shumë çka që thuhet, por kësaj radhe do të prezantoj sado pak një biografi të shkurtër për veti, sepse të gjitha emisionet që i kemi zhvilluar deri më sot në këto vjet, qysh nga viti 1972 jam duke dhënë intervista plot në për televizion, në për radio, por gjithherë kemi thonë që Shaban Boksi vjen nga një fshat Baks i Drenisës, komuna Skënderajt. Edhe mbjemnin e ki Boksin, edhe mbjemnin e ku morë Boksi kur e ku miqizu kongën e parë në Radio Prishtinë, kongën për Zenel Hajdinin. Lorenzo Antoni kompozitor ishte, Akil Kurçi ishte, edhe më thanë
ti e kënohë shumë mirë që të farë konge, me qiteli për Zënel Hajdinin, por në bjemnin që shpilenti, që shikim bjemnin. Unë e mendoha, thash, po kja meti nuk bërë, pëse se leone bjemnin e fshatit tim. Ku ke lindë? Po, vend lindës, sepse aja shkon edhe marë të tje. Edhe kështu që thash, shkërune që aty Shaban Boksi, prej Boksit, e kështu fisin që shiki burë? Unë e fisin e kam kastrat. Po, a? Me fis jam kastrat, por o qështë që kur kom marrë në Prishtinë, u takova dhe më shumë kastrat të tjerë, si të bronzës që kemi së aty. Po, pas të i kemi edhe nërlat të drenasit të qështë më radhë. Kështu që karjera ime është qysh nga shkolla fillore në Qirez, me pastaj në shkollën e mesme në Prizren, shkollën normale, me pastaj dal nga dal, kur erdha në Prishtinë, u inkuadrova edhe në radio televizionin e Prishtinës, në program në lajmeve, me pastaj kalova se u lodha me lajme. Të dhonë lajme ta? Une, jo, i kom dhonë lajme, i kim pregadit lajme. I ke pregadit lajme, si redaktora? Kështu që thash, o Shaban, apo për me kaluë në programin muzikur, se valoj me lajme kësa problemish. Edhe kështu që këta kompozitor të programit muzikur, thash, ako mërësi më qunë program muzikur, sepse edhe du kongën edhe po kënoj, për ju edhe për dëgjuste, për shikusit, bile mos jam jashtë programin muzikur. Edhe ata, unë prenu, i falendrej shumë, edhe kështu që në programin muzikur kom prenu dhe në atë ditë që është mbyll me 5 korrik të vitit 1990 radio televizioni i Prishtinës. Sa i përket... Dalme të konga? Të konga... Bashkëpunimi e të i parë? Bashkëpunimi im i parë ishte me këngëtarin e shquar të këngës folklorike dhe asoj popullore, aty këtu, pra ky ishte Hashim Shala. Me Hashim Shalën kam fillua karierën time si këngëtar, edhe kështu që tani gradualisht, edhe me të tjertë, me të Ajdranisën. Ti me Qifteli, aj me Sharki, apo qyse? Unë me Sharki, aj me Qifteli. A ti me Sharki, aj me Qifteli? Sepse aj Sharkis nuk i rejke shumë. Po, për ata pyta. Edhe kështu që unë e Sharki, Hashim Shala, ishte me Qifteli. Me pastaj, tanë nga dalë që kur, edhe të tjertë, edhe dhe kuha dhe kënova dhe me të Ajdranisën i kodë gjatë, me Tahirë. Tahirë arshimi janë të njohën ty. Mirë po u murën me vete edhe aje dhe Boni i treti po. Thëshin hajtë se valloj ko këtë gjalli mirë po më dërkët. Edhe kështu që fillum edhe kënum edhe kemi shkue në për shumë vende të Kosovës, jashtë të Kosovës, po kemi qenë edhe në për Amerike, në për shtetë. Edhe jashtë Kosovë, qashtë. Po, edhe jashtë Kosovë. Kështu që sa i përket këngëve edhe këngës, unë e kisha me thonën, është një karierë shumë e bujshme, një karierë me të cilën kam të mira. Cilat kongë i inqizohë në Radio Prishtinë, përveç kongë Zënel Hajdinit? Në Radio Prishtinë, mas asoj kam fillu edhe shumë kongë të tjera. Tash ka lu në 3 pranvera, me pastaj... Tash përgjegjë në për ta kthej, me pastaj ishte marrë një kafe, me pastaj një ditë gushtit e takova, ishte... këngë për Misokolin, ishte shumë këngë. Tjera, dikun i kam 47 këngë i kam të inqizuara në që janë sot në diskotekën e Radio Prishtinës. Kështu, a mund më na e veçu ndonjë darsëm, ndonjë aheng, për shembull, përveç rrethit Kosovës, keni marrë pjesë edhe në trojet shqiptare të ish Jugosllavisë në atë kohë Maqedonisë, ku janë shqiptarët në Malzi, në... Në Kosovë, ndoshta u pështu ndonjë fshat që na shkues, me kënue në paroda burrash. Mirë, po edhe jashtë Kosovë kemi dalë, si në Maqedoni, në Preshev, në Bujanovc, me pastaj kemi shku edhe në Maltëzi, edhe në Kuks kom qenë ja disa herë, ndarës ma të ty në Kukësit. A në Kuks? Po. Po ato mas luftës. Me, po për me veçue, ndarës ma shumë ma interesante, ma karakteristike ishin në pjesën e Tetovës për mua. Ato kohëna. Sepse aty
14 oda për një natë i kemi kalue, Qashtë. po e marrë shumë një kongë mi kënu këtu për shembull kongën Azembetës, po do kemi në gjys, se thëshin hajde çuni se kena më shumë. Tjetërën supë, bilata thëshin supë. Po ajo kongë tash nuk u vazhdoj kena ato, tjetër. Tjetër. 14 vena në për oda për një natë i kemi kalu në Tetovan. E tash fillimi i kongës po djetët, bashkëpunimi, në vazhdim mas tyne ke bashkëpunu edhe me tjerë kongëtar, apo? Unë e kom bashkëpunu me shumë kongëtarë, sepse i kom shmuar e shmuaj edhe do t'i shmuaj gjithëherë me ata të që të kom punu, po edhe me ata që s'kom punu edhe kultivojnë qështë në folklorit. Po. Unë për këngën popullore, fatën pas në pas që të këndoj edhe me Qamilin e vogël. Para Qamilit vogël dalme të Zena, për shamu me Zejnullah Bajrami, ke punu shumë. Mas pari me Qamilin e vogël, mas Hashim Shalës, se ta e po, me pastaj Zejnullah Bajramin, dikun në vitin 1977, Jeni koni tandem. Zbashku e kemi pas me Ljosin e kemi pas të Tahir Dërniqës dhe të Hashim Shalës. Hashim Shalës qashtë. Kështu që edhe reportarën e tyne e kemi ditë, edhe kemi kënue, edhe gjithëherë kemi pas adhurus shumë të flakë saj për këtë këngës. Tash jemi të ajo ku, albume, plauka, në atë ku. Po. Ke t'inqizu me Kam ku? 18 albume i kam të plasuara, 18 albume, do të thotë me këngë të larmishme, këngë patriotike, këngë dashurie, po edhe një 2-3 këngë janë pak të leta qytetare, se ta më shtu. Po. Me pastaj saj për këtë inqizimeve në për radiot e Kosovës, që dhe mos nuk ka vend në Kosovë që s'kom gjeru, që s'kom inqizuve, apo edhe televizionet Kosovës që s'kem gjeru. Po, për gjeneratët e reja, është jo ma interesant, po është e arsyshme në atë kohën për shamull nesh Jugoslavien që kemi pas 2 mediume, një medium televizion e një medium radio. Kemi pas radio lokale në për qendrat e Kosovës, po atëherë ka qenë pak më ndryshi, do gjona për shamull me bo një plak, me bo një inqizim në radio, jenë korrigju pak gjonat pak ma... Mua, si sot më kujtohet që në Radio Prishtinë kanë qenë 5 5 vetë të autorizum që të verifikohet tekst, të verifikohet melodia, të verifikohet ekzekutimi në instrument, edhe të verifikohet edhe zoni që është po të shkanë. Po sidomos... Por, ka doj koha, ato mbyllën ato, sane, kënoj kush doshti, kënoj kush doshti, po kënoj kush dënë, të mirën tonë, i falenderoj se konga nuk do të mullon onash. Por, është qështja që verifikimin nuk ka tash për tash. Ne kem temën të Shaban Boksi. Shaban, në ato kohë na ke marrë pjesë me një grupë shoqëni kulturore artistike, për shembull, në ato kohë në për festivale, festival të Llogosit, të Dranosit. Unë isha antar i shoqërisë kulturore artistike Kosova, këtu të Prishtinës. Po. Isha antar i shoqërisë kulturore artistike KNI Rami Sadiku. KNI do të thotë kombinatin ndërtimor industrial. Industrial Rami Sadiku. Me pastaj isha antar i shoqërisë në Bardhosh Hasan Prishtina. Me pastaj në Drenas në Shote Galica. E mos në gjithë shumë vendet tjera që kam qenë si... Unë kam dëshirë, po kam... Pjesë marës në për shoqërisë kulturore. Kam qef me i dalu që ato periuda, se kem nostalgji, thamë edhe ma heret, se nuk o konë letë edhe me knue, edhe me ditë gjeneratat që edhe në atë ku e kanë mojtën, njerës e kanë mojtë, artistat e kanë mojtë kulturën gjallë, e kanë mojtë traditën, për gjeneratat të arshme, deri në ditët e sotme që jemi liri. Tash mas lufte është këtë tjetër ambient, Hysen besoj, atëherë ka qenë këtë tjetër. Atëherë, unë i këmë thonë, më sta marru në fjallën, së është emisioni juj, po shpesh trive ju thamë, kër në pysin për shamu dhe thamë, këna kënu për qef atëherë edhe për i noti. Për qeftunin, po edhe për i noti dikuj tjetër, minajt karshi, edhe pak më mburë që jem dikush edhe na, jemi gjallë dhe na.
edhe na gjallë jena. E këto domthonjë kanë ekzistu një mundi, një sakrificë, në çështjen në kuptimin e artit e kom fjallën. Shaboni vjen me një bagazh të ansamblit Qamilit vogël, me një grup, po na tregon tash për ansamblin e Qamilit vogël, themelimi dhe aktiviteti i grupit Qamilit vogël, me emrin Qamili vogël. Qamili i vogël, Qamili madh, i cili ka lënë një bagazh shumë të çmueshëm të këngëve të tija, që janë sot 78 këngë të shkruara nga ai, të përpiluara, edhe të plasuara, të kënduara, edhe që i ndëgjojnë dhe i këndojnë të gjithë këngëtarët kudo që jetojnë. Po. Në vitin 2003 me lindi ideja që sa do pak i prisha edhe disa të tjerë, që Qamili ka qenë në figurë madhe, figurë njoftë. Nga Gjakova, po. Mirë, po trungu i familjarit ti nga Stubla. Po. Mirë, po prisha mos po bova ki Gjakova, për ja bëne shësi ku të artistike me emrin tina, prit knena, prit anena, kërkushes, unë nga Dranica, nga Gjakova, thash, pa ka dalë se dhe nga Dranica dojna me punu sot për Gjakova, pa në shka. Edhe kështu që për Qamilin e vogël. Mos i tikën kom të tina dhe nga dhe me bodi shka për ta. 2003 të i mënduë se Qamili vogël ka jetuar në Prishtinë një kohë gjatë. Po, karierën e ka bërë. Edhe kështu që e themelova shoqërinë kulturore artistike e pagëzova me emrin Qamili i vogël në 2003. Kështu që prej fillimit do të thotë tash në këtë kohë bon 21 vjet. 21 vjet që e kom themeluar shoqërinë Qamili i vogël, Qamili i madh. Domethënë ky është Qamili i vogël me Shaban Baksin, që edhe kënej Qamili i vogël. Mësi e ki këtë fasikëll në dorë, apo na i dallon pak dominjoje që ujat pak më të veçanta, më na i prezentu ku i një shpërbly në për festivale, në për manifestimet ndryshme. Ka shumë programe kulturartistike që kemi qfos me grupin folklorik dhe grupin popullor të ansamblit Qamili i vogël. Por është qështë që nuk i ku morë krejt ato, sepse duhet një prekolist mu mush me menjoj edhe diploma. Vëlloj, në takatin të sa kena mundësi. E tash po të kalëzoj, që për shamull, në takatin të që ka që kena mundësi. E që to po e shoh më e vjetra që kjo është më... Edhe kjo, të ashtu... Dranica 2006, po. Unë mendova të vitër të 70-80. Kjo është në Elbasan, në 2004 që kemi zonë vendin e dytë në festivalin e këngës qytetare. Këtu e kemi në Klin, po, Klin i këndojmë liris, ashtu. Këtu e kemi çmimin e parë që kemi zonë. Se këto miljo e kështu. Shaban të njëgjys më rënë në balë. Dhe njëgjys, po, unë të thash se ka shumë. E valloj ka shumë, po në s'kena ka shumë. Po, kem punë... Kalojmë në pikat emisionit që i keni parapoju. Shaban, dalë me pak edhe të tekstet. Gjatë karierës ta unë ke shkru tekste. Si çdo rapsod, si çdo këngëtar që ka dëshirë edhe me shkruë këngët, tekstet, edhe melodit, një ndërta e madhëm. Ja ti mund. Por është qarta që une deri me tash i kam të shkruara tekste këngësh, si autori tyne, kur e thëmë këto, janë edhe librat. Po, dalmi të librat. Janë edhe librat për këto që po flasë. I kam 473 këngë të cilat i kam shkruar dhe i kam bon melodit e tyre. Cilës natyre jenë që tekste? A mune dënë cilës natyre kanë me uinqizua shumë shpejt. A i ki dashurijës, a i ki lirike, epike, apo qëfar? Ja kom njës mas pori patriotike.
Po dhe Se patriotik. rapsodia do në patriotizmin më shumë. Normal, po. Historinë e popullit shqiptar. Shumë e vërtet. Pastaj kum kalu në këngët epike, lirike, Qashtu. Arshikije, arshikije, Gurbetit. sa edhe këngë dashurie, Që shë jamër për njerëz jena? këngë Gurbetit, dhe më thonë shumë shka se çka ka ndodhur, Normal. që ka ndodhur të ka Që ndodhur. shë, Edhe ne i kena të këto janë këngët e mia, janë 473 këngë. Ani i gëzofsh. Faleminderit. Edhe kur jemi të ansambli Qamili Vogël, për këtu në antarve, na folë edhe pak edhe Hyseni pak. Hysen. Për mojëve ma letë, se sa Edhe me njëra, nejti mirë se gati, erdhe edhe njëra. mirë si u gjeta, falenderit edhe Faleminderit juve për ftesën. Shumë faleminderit juve. Dhe me folë për këtë ensemble vërtet është kënaqësi, sepse dihet mirë që identitetin i populli ruhet përmes gjuhës që e flet dhe këngës. Kënga e cila në kalumen ka zavendësu historinë në një farë forme, atë historinë që popujt tjera kanë shkru, dhe historinë cilën ne nuk kemi pas mundësi për shkak këto kupimeve që i kemi pas me shkru shumë, por e kemi përcjell brez pas brezi me këngën folklorike, kudo që kanë pas mundësi këngëtarët me përhap. Prandaj kjo pjesë është tepër e rëndësishme edhe për identitetin jo vetëm kulturor, po edhe kombëtar. Shumë e vërtetë. Për shkak se një popull i cili kalon nëpër sfida nëpër cilat kemi kalu na, ka shumë nevojë që gjenerata të reja t'ju lejnë një trashëgimi mbi të kalumen tonë, mbi historinë tonë, e cila ka pas mundësi në këto trojet e okupume, po flas për Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi, po edhe Qamërinë, është përcjell përmes këngës brez pas brezi dhe natyrisht që kjo më pastaj ka kriju idenë se kush janë shqiptarët, ku kanë jetu, çka kanë bë, si kanë vepru. Edhe emrat e shoqërive sigurisht që kanë rëndësi, edhe ata shumë të madhe, për shkak se emri Qamilit të vogël jo rastisht është përzgjedhur për këtë shoqëri, për shkak se të gjithë ata që i këndojnë historisë, i këndojnë popullit vet, përcjellin historinë më tutje, kanë meritat e tyre dhe ato meritat duhet të njihen. Si mund të njihen? Mund të njihen përmes shkrimeve të cilat i bajmë, siç po bën këtë rast Baci Shaban, apo edhe përmes emërimit të shoqërisë me emrat e tyre për ta kuptuar që ata kanë dhënë një kontribut të veçantë të kaluar. Që shpirë shka puna në ansambël? Në ansambël puna shkon mirë, ty bazu në përvojën e Bacit Shaban, i cili ka një karrierë shumë të gjatë. Unë kam qenë fare i vogël kur i kam dëgju këngët e tij të para dhe kam vazhduar gjithmonë të dëgjoj ato këngë. Dhe sigurisht që krahas punës tina janë edhe instrumentistet shumë të mirë të cilët po i shihni këtu që janë prezent, po edhe disa që nuk kanë arritur sot të jenë këtu në mesin tonë. Po edhe këta dojnë këtë lavdi. Por këta pse janë këtu në këtë mes dhe në këtë shoqëri, është fakti që dojnë këtë stil të muzikës, këtë zhanër të muzikës, prandaj me përkushtim edhe i përdorin këto instrumente dhe janë bashkangjit shumë mirë të gjithë asaj idesë fillestare që kishte Baci Shaban edhe deri më sot. Faleminderit Hysen shumë. Faleminderit. Edhe juve, gjithëve, se kontributi kur s'mund me kon i pari pa kon edhe një masti. As i dyti s'mund me kon ai pa kon edhe një masti i treti, domthon as vet i pari s'un bë kurrë pa kon i dyti i treti i katëri. Prandaj për gjithëve faleminderit. Shaban një bagazh të madh librave për shoh me këtu dohen të fokusume, i fokuson kamera do jo një punë të madhe me këto libra. Po na shpjegon pak rrugtimi jot me këto libra të rapsatëve, se po shiven domon figurat e rapsatëve të votuar këtu në për këto libra. Fillimisht në vitin 2006, po e them për vetveten se e posh që folklori ynë po zbehet pak nga zhanret e tjera të muzikës sonë shqiptare.
Të shku nga ajo, thash, pse unë nuk e marrë një iniciativë të tillë që të shkruaj për rapsat e të trojëve shqiptare. Ku të qofë që ndodhen, ku të qofë që jetojnë, si në Mërgat, si krejt në Shqipërinë naturale. Kështu që kam filluar me rapsat e të vjetër, edhe deri në ditë të sotshme me etapa, si thëmë, me ran deri sot ku janë duke e kultivuar çështjen e folklorit, edhe 33-at. Këto dojnë mund për kushtim, shumë gjatë me fol, po dojnë edhe gjepin me pas. Tanë nga pak. Puna gjepit ka të erdhë. Tanë nga Me pak. vetë financim, Deri me tash i kom bo 13 numra blej librash vetëm për rapsodet e trojës shqiptarë dhe folklorin. Ndërsa tash, këto ditë, kur jemi duke folë për folklorin, edhe për emisionin e juj, që ju falenderoj për ftesën që na keni bërë, jam duke e përfunduar edhe del shumë shpejt këto ditë enciklopedia si ka pak i folklorit në barë këmbëtar shqiptar i Shqipërisë naturale. Dikun dalin 8 numra, 8 vëllime vetëm për enciklopedinë e folklorit shqiptar. Kështu që kam shkuar, kam hi, kam dali, kam thirr, jenë ardhë, nuk kanë pas ku, naton, këton, këneja, nej. Ajo dihet. Është një gjërmim shumë interesant, sepse për pa hec, për pa shku, për pa hi, pa dal, pa komunikuar, ti s'mund i bën me lezje këtu. Deri me tash i kom të buar 3473 biografi të rapsotëve të trojës shqiptare, deri në Victoria dhe Sydney që jetojnë në Australinë e Lartë, se lemo në Amerikën, Kretë, që janë shqiptarët, që kultivojnë folklorin. Me pastaj shtetet skandinave, Evropa, kënena, naton, këton dhe kështu që janë 3700. Sa libra janë bo dhe i tash të rapsotëve? Të rapsotëve janë 13 numra librash. 13 numra, po. 13 numra librash. Këto mund mi gjetë njerëz të këti po. Ku është dënë që është interesum me gjetë librat e folklorit tonë të trojëve shqiptare, i gjenë Dugagjin, librarin Dugagjini, librarin Altini, në për librarit komunale që janë në për komuna, Prishtinës, Kosovës, në përgjithësi, edhe në Preshevën, për nëse ku të qëtën Macedoni. Kusht në majtë lyni jaron jam. Qore, kish pas thonën, e kish pas quë njëni, djallën thëtë shko brebi, thëtë që pasha zotën, më tha holla sot në saba, po më do këtë nuk ishëm plynë, se na ka orë në mësaferë, s'kenë që me bon, që shme a bon veç shko të Shaboni, të zonë. Po dhe? Shko të Shaboni, thuj, a po ndër t'lyme në dhënë, se dhe do mësaferi kira. Edhe aj nuk e jep ta më t'lynin. Po veç një lukë, të rapë, ku e venë vëlla që bobë, që ta më dhanë. Mirë, e thretoj holla, hajde mërët, si që ta më dhanë, që të një pite, shka të qëftë. Aja holla për dhe të pëjtë, vallohaj mi pasën e t'lynin, që i ko familja Shabonit. Për i pasha zotës, kur s'kish ditë Shaboni me që t'lynë ma mirë se unë. Që shumë e vërtet. E kësha qitë pitën ma të mirë. Shumë e vërtet. E kështu që, i falenderoj të gjithë ata që kanë qenë të interesum mu bo sponsor të librave të mija. Me kjo kryesorja se... Në edhe falenderoj edhe Ministrin e Kulturës, mirë. Ministrin e Kulturës, Sportit, Rinis, të Kosovës, dhe disa nga to më ka ndihmuar edhe Departamenti Kulturor i Komunës të Prishtinës. Mirë. Kështu që edhe individet të cilët kanë dhënë mu korit se korit, mi më të bërë si kemi e bërë që kërkujnë. Ja, bërë që sepse aj që ka sponsoruar, që ku ki librën, që ku i ki librat, edhe jemi paqë. Cilat kongë do të në ikënën e tash, mas kësaj bisede, bajagi, s'po thëmë maratonikë, po bajagi të mirë, edhe ja ka vletën, ndoshta ja ka vletën edhe ma shumë me posku, shumë e vërtet është, për një karierë tonën edhe të grupit, qamilit vogël, mirë po qash në premton koha, dalmi të kongë pak, edhe shikuzve të ofrojmë një freski me kongë të këti grupit ju. Mua po mbjen që të përshëndes edhe një herë të gjithë adhurues të këngës folklorike. Sot ne kemi orë në këtë emision në DTV televizion,
në emisionin të cilin jeni duke e udhëheq ju Xhemal. Faleminderit. Edhe kështu që do të shkojmë me një valle instrumentale. Me një melodi instrumentale. Valle që ujmë ne, sepse u mytëm të ushtru atje valle, po i thëjmë dhe që do të talom. Kështu që i falenderoj instrumentistet e cilët kanë gjetë kohë që na u kanë bashkangjitur sot mu juve dhe televizionin kështu. Unë i falenderoj gjithëve që keni ardha, mu jeni grup ju. Sikur si tonë. Unë i falenderoj shumë edhe një herë gjithëve edhe për materialin, edhe t'uroj suksese edhe punë të mbarë. Edhe shnet pikë spare zoti udhasht, edhe punë të mbarë, edhe qesmi kaniguri si qëllin kala, bëjmë dishka, ta mojmë gjallë. Edhe na do ta qesim në kalo, po edhe këta të tje do me kalo pas kaloje. Brez mas brezi. Pra shikus të ndërum, pjavlom radhen grupit Qamilit Vogël me këngë cilat i kanë përgatit për emisionin ton dhe për juve.
gëzuar Kosovë gëzuar pavarësia, se ty të shpanet jenë të tu të drita. O Qamil Rezipi, shatin baksoj drenicës rrithi, rritën e skamje o si shok tjer, o shpi bugdhanse, shpi pasherë. Ma e idhë të s'ko se robëria, ma e amë belasht liria, si të djallit të linë djurritja, o pse shqiptar të s'kem të drejta. Fjallë të vrejtje të të kiametit, ke Qamilit javrajshin veshin, as kërsnimet e sigurimit, o djallit risja rrunë drejtim. Zoti ata vazhente, bajnë hizmen kundër vllate vete, djallit trio I prishet veni, o lëshoj Kosovën, shkojnë gërbete. Në miku o qot malkue, asatje ose lamërnue, kur s'te keqe vaj kanë marrue, o plak të ranaj kanë ranue. Gjallë Qamilis këthen të shpia, shanë zeqiri o për vlot vete, o ti shekon Kosovë me deke. Kur morën lajmin, për Qamilin me mall për djalin, një moment bare jon alfryma, o pa të bire, ranë pleqnia. Gati o varki voli,
Edhe djali trio me vetje mori, pavë punshimo me bote shpia. Ku ka lidh kuj shkoj fminia. Shikos të ndërum, i erdhë fundi edhe këti emisioni, bised mas bisede, kong mas konge, por para se ta përfundojmë emisionin, i kisha lutë Shabanin, pak edhe Hysenin, 2-3 fjalë për një majstrët harmonikës të hershme, viteve 70-80, Gjafer Toplicën, e ke njohë Shaban.
E kum njoftë Gjaferin, ishte një instrumentist shumë i shkëlqyshëm në harmonik, por edhe pse i binte harmonikës, a ishte edhe qesharak, ishte burr i mirë, Humorist, i konjshëm, i lezetshëm, i afërt, një humorist që kur i tregoj këtu, si thom, anekdota, mesele, kur bëj ke llaf, na knaqke duke folur në... Ai ka bashkëpunu me këngëtar që kanë pas emën. Po, ka punu me Hashim Shalin, mas shumëti, edhe me shumë të tjerë, por sidomos me Hashim Shalin. Me atë këngëtarën, o kone famshme dërë në për restorana Arifen, me Arifen. Po, Arife Kelmendi, Kelmendi, po. E ndjera, e cila ka qenë një këngëtare shumë e shkëlqyshme për këngën e me fil shqipe, këngën popullore, e cila ka lënë bagazh shumë të çmueshëm për zërit të saj, teksteve të saja, të këngëve, melodive të saja, interpretimit saj, sot asoj ditë kur njëherë nuk largohet nga memoria e atij i cili e ndjek këngën popullore. Kur në atë kohë, kur ka punu Gjaferi, instrumentitat kanë qenë sidomos të veglave popullore. Tash ju thënë popullore të fabrikume në atë kuptimin të harmonikës e klarinetit në kontrall, kur ka punu Gjaferi me harmonik, edhe ka dhënë një kontribut të madh me det që për atë kohë tash do incizime po na mungojnë e do gjona, mirë po instrumentalistat, kultivust, këngëtarët nuk bën me jarrue pambarësisht kur ka punue, se ka dhënë një kontribut. Hisen? Pa tjetër. Sigurisht që shkastësit... Apo tjetër. Shkoj, ha? Shkoj, pret, 3, shkoj. Sigurisht që shkastësit në interpretim janë një pjesë e rëndësishme e muzikës dhe e pandashme edhe për pjesës që e ka këngëtari si detyrë pra interpretimin, por për një artist të mirë, çfarë na ka rastin me Has, edhe sikur në rastin e fjalë që u përmend Gjaferin, edhe humori ka një rol dhe rëndësi të veçantë, një knatësi të veçantë për shkak se e shton atë larifshin e nejes, muhabetit që bëhet aty. Ka që zemra mu gëzu me gjithë shka. Sigurisht, përveç asaj që kanë dëgju veshi dhe është gëzu edhe zemra donë edhe pak tastjera me dhon tingullin e vetë, një tingull i cili është jashtëzakonisht impresiv për dëgjuesin, po edhe t'ju them drejtën edhe instrumentistët kur interpretojnë vetë kënaqen me atë interpretimin që e bojnë. Shumë e vërtetë. Sikur ai me harmonik, unë me kitar, tjetri me çifterinë, me klarinet, harmonik. Çdo instrument kur i bjen shqip flet shqip. Kur ka një harmoni dhe i bjen melodisë dhe këngës shqipe, frymon shqip, atëherë nihesh si një shqiptar i plotësuar. Shumë e vërtetë. Na pak i klasifikojmë jo popullorja e folklorit. Kretë kanë qenë kontribuus, kultivuus shqip, edhe arkëthusja, unë do të thoja që cilën do pjesë që ke hjek diçka që s'duhet me hjek. Edhe me këto po e përfundojmë, me qëto që e folet tash në fund po e përfundojmë, se i ke dhonë një kapak shumë të mirë. Pra, edhe njëherë faleminderit shumë prej gjithve, Shaban prej grupit Qamilit Vogël, urojmë të keni shëndet edhe punë të mbarë, edhe të na sillni edhe herave tjera, këngë dhe melodit sukur që i kemi zakon tonat. Shikues të nderuar, miru pafshim në emisionet e radhës.